Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në Plus Minus 18. Sot jemi 60 minuta përpara për shkak të ndeshjeve të futbollit, ndërkohë që flasim në këtë puntat për pushimet e të rinjve shqiptar. Si dhe ku pushon Gjenerata Z? Destinacioni ka rëndësi apo mënyra se si organizohen pushimet? Çfarë bëjnë ata në pushime? Kërkojnë aventurë, kërkojnë relaks, kërkojnë eksperiencë? Ajo që kuptohet lehtësisht është që pushimet duhet të dokumentohen me patjetër. Pra, çdo destinacion, çdo aktiviteti ditës postohet në Instagram dhe kjo ka rëndësi sa i përket imazhit. Madje edhe konsumi i drekës apo dhe darkës ka rëndësi nga mënyra se si do duket pjata në fotografi. Për shembull, nëse ata do zgjedhin sushi, është le të themi një darkë më elitare, më klasi, dhe kjo do të përshtatet me veshjen e dur. Duket se pushimet sot janë më luksoze ose të paktën kërkojnë më shumë shpenzime. Tani, si kanë ndikuar trendet në rrjetet sociale? Dukshëm ka ndikuar shumë. Ka shumë blogerë që promovojnë destinacionet ndryshme, sa i ndjekin ato të rinjt. Ka shumë blogerë që promovojnë veshjet e pushimeve. Nisin që tani dhe madje mund të kenë një muaj që unë shoh në Instagram, nëse bën një scroll të thjesht, që ka shumë blogerë që kanë nisur aktivitetin e tyre duke postuar destinacione, veshje, bikini, restorante, lokacione, se si mund të kesh një pushim në bazë të dëshirës tënde, relaksues, aventur apo dhe eksperiencë. Ajo që kuptohet lehtësisht sot është se nëse të rinjt pushojnë apo Gjenerata Z, mënyra se si pushojnë ata do të thotë shumë. Do të thotë për statusin e tyre ekonomik, do të thotë personaliteti i tyre, pra nuk është si dikur, diell, det, plazh, relaks dhe një shkëputje nga rutina. Sot pushimet janë edhe status. Do ta diskutojmë drejt për drejt me të rinjt, vetëm pas insertit dhe më pas në pjesën e dytë programit me ekspertët. Vera e vitit 2026 duket sikur do të vi me çmime më të larta, por edhe më shumë mundësi për pushime që nuk janë vetëm çlodhje, por edhe investim në eksperiencë. Pavarësisht rritjes së çmimeve, turizmi mbetet përparësi për shumë konsumator, që po kursejnë gjatë vitit për të jetuar një verë të denjë në Instagram, në plazhet me rërë të bardhë të jugut, në vilat moderne e Buzdetit apo në fshatrat piktoresk të Alpeve shqiptare. Destinacionet e pushimeve janë gjithnjë më të larmishme, por qëllimi mbetet i njëjtë, të shpenzosh me zgjuarsi, me kujdes ndaj buxhetit, por edhe me më klas dhe me më shumë stil, edhe pse shumë të rinj refuzojnë të flasin, disa nga ata tregojnë për planet që kanë për këtë verë. Saran, Vlorë, maksimumi, qëndroj e javë, dhe të shtrenjta dhe të lira, kismet shofin. Shofim një herë ka Saran, da ne, se mu më abdi rrugë me i jashtë shtete, ne ka Italia, në është e i bëdha ne. Shkoj. Ku shkoj? Po unë jam nga Pogradeci, kështu që kam. Po. Po jetojmë Pogradeci, bëj pushim Pogradeci. Po. Në Divjak, Saran, Vlorë, Himar. Po varet. Varet si e mendon. Po gjetë vende ka edhe të lira, ka edhe shtrenjta. Po s'kam vajtur këtë vit, as vit s'kam vajtur, se di, nuk e di si janë çmimet akoma. Po kam dëgjuar që janë shtrenjta. Pushimet nuk janë më vetëm një shkëputje nga rutina. Për shumë të rinj shqiptar, ato janë kthyer në një moment vjetor kulmor që duhet planifikuar me kujdes dhe shijuar në maksimum. Ndryshe nga vitet e mëparshme ku një paketë standarde mjaftonte për të qenë i kënaqur, sot udhëtarët shqiptar, veçanërisht brezi i ri, po bëhen gjithnjë më kërkues. Ata nuk ndjekin më klishet e pushimeve, hotel, shezlong, dark në bufe, por kërkojnë përvoja që ndërthurin natyrën, gastronomi vendase, lëvizjen fizike dhe aventurën. Një ekskursion malor në Theth, një javë punë distancë në një shtëpi tradicionale në jug, një kurs gatimi në një fermë italiane, apo një koncert veror në një qytet mesdhetar, janë kthyer në skenar real pushimesh që mbeten gjatë në kujtime dhe në galeritë e telefonit. Sipas të dhënave të marra nga agjencitë turistike, qershori dhe shtatori po fitojnë gjithnjë më shumë peshë si muaj zgjedhjeje, jo vetëm për çmimet më të ulta, por edhe për përvojën më të qetë. Duke që të gjithë po bëhen gati për pushime, në fakt tani që ka ardhur edhe moti i mirë, diell, ndërkohë që sezonet janë çelur në disa qytete në jug të vendit, duket se gjithë i mendojnë pushimet, madje
besoj që duhet ke nisur edhe prenotimet. Prezentoj me njerë Skerdi Murollarin, që vjen nga Simvokshi, mirë se erdhe Skerdi, faleminderit që i pranishëm. Arla Sinani, që vjen nga Shkolla 1 Qershori, Arla mirë se erdhe, faleminderit që i pranishme, dhe Krenar Duga, Krenar mirë se erdhe nga Ibrahim Rugova. Po, faleminderit. Faleminderit që je pjesë e programit. Jeni bërgati për pushime? I keni organizuar, keni menduar? Tani, s'ka shumë kohë, apo jo? Duhet menduar që tani? Po, në fakt, me familjen kemi menduar që të krijojmë disa pushime, në fakt, në jug të Shqipërisë, për shkak se jugu është një destinacion i preferuar nga antarët e familjes time, nga babai dhe 4 motra, po mendojmë që të vizitojmë disa zona, në fakt, kryesisht në dërmi të vendit, dhe për të krijuar disa momente. Dërmi, Jal, këto zonat që janë në zonat, po, në jug të Shqipërisë. Deri në Sarand, apo? Deri në Sarand, po. Për të krijuar disa momente sa më të bukura dhe kujtime të paharrueshme me familjen. Pra është jugu destinacioni që është zgjedhur nga ti apo nga babai? Në fakt nga unë, familja më dëgjon fjalën dhe ku të jem unë edhe ato sigurisht që do të vinë. Ti pse zgjodhe Dërmion? Në fakt unë... Se me motra dhe me babai nuk e di se sa do ta shijosh Dërmion siç duhet. Po, e kuptoj. Në fakt unë zgjodha Dërmion sepse po shikoj promovimet shumëta në rrjetet sociale, në Instagram kryesisht, por edhe në Facebook pjesërisht, për sa i përket Dërmiut, detit të Kristalt, edhe syrit të kaltër, edhe shumë vende të tjera në Jalë, sidomos. Po keni zgjedhur le të themi Dërmiun aty ku është ajo jeta e natës, ku është një lloj glamuri, një lloj fashioni, një lloj luksi ndonjëherë edhe i panevojshëm, apo Livadh, pak destinacione që janë më të qeta, në pak më shumë ambiente familjare, të cilat janë të qeta, janë livadhet, më shumë edhe për tek zonat bregdetare në jug të vendit, në kryesisht pra Dërmiu dhe Jala. E kuptoj. Arla? Neve i kemi zgjedhur, edhe neve kemi zgjedhur disa destinacione ku do bëjmë pushimet. Preferojmë jugun e Shqipërisë, specifikisht të vit, Ksamilin edhe Sarandën. Familja gjithmonë... Për herë të parë atje, apo? Ja, shkojmë disa herë. Gjithmonë mua më pëlqen shumë Bregdeti dhe mendoj se është një ambient shumë i mirë, duke dhënë një mix edhe të ambienteve familjare, por edhe për të rinj që kërkojnë diçka nightlife ose diçka një jetë natë. Samil, pra jo Sarand, Samil dhe Sarand, po, të dyja. Dhe me thënë, fjetjen ku e keni, në Ksamil apo në Sarand? Në Sarand. Në Sarand, nërkohë që mund të shkoni në... Po. Mund të shkoni në Ksamil për një 3 orë nga trafiku, nga Saranda. E qartë. Skerdi? Gjithashtu edhe ne kemi zgjedhur jugun këtë vit. Kemi menduar një tur, në fakt, 2 javor, duke nisur nga Vlora dhe më pas duke ecur drejt Himarës, Ksamilit, Sarandës. Por është e çuditshme, si nuk shkëputën shqiptarët nga deti. Malin se keni marrë fare në konsiderat, për shembull? Patjetër që po, por në fakt në mal është pak vab gjatë verës, ndaj ne veritëm në shumë vendet bregdetare. Pasi të gjithë në fakt shqiptarët kur është vera anojmë më shumë nga deti. Më duket më vap në det se sa në mal, me thënë drejtën. Në fakt është apo nga që ka ujë aty edhe fresko ashtu aty. Po. Ri në ujë. Po edhe në mal ka liqene, ka lumenj, ka po, është një destinacion shumë i bukur. Edhe është pak, sepse Shqipëria është një vend malor, dhe neve kemi disa nga pejsazhet më të bukura dhe malore dhe bregdetare, ama këto janë edhe preferencat e familjeve shqiptare që gjithmonë preferojnë, nuk i duken pushimet verore pa shkuar në det ose pa shkuar në plazh. Është bërë më shumë e trendit, që shqiptarët... Nuk është se ka një kombinim që një javë bën në mal, një javë në det. Vetëm në det, 2 javë. Në fakt nuk kemi balancën në të tilla situata. Ne kemi më shumë detin se sa malin. Ndonë se për shkak se në mal kemi vetëm diellin dhe në det kemi ujin dhe diellin. Pra është një freskime, është lidhet me freskime. Është shumë pastër në mal, për shembull. Në fakt deti nga ana tjetër. Ke gjitat, ke aktivitetin fizik, pra ke ecjet, ke shumë, është krejt ndryshe pushimi në mal. Por ne nuk e njohim dhe nuk e fajti. Se unë flas teorikisht, as unë vetë një pushim serios në mal nuk e kam bërë. Dhe në fakt, duke qenë se kemi tashmë destinacione, kemi guida turistike, kemi informacion, pushimet në mal janë sigurt, ajo dikur që shkoj si në një farë mënyrë në errësirë, është një, le të themi, mëkat mos shkosh ti eksplorosh zonat, janë vërtet shumë të bukura. Dhe një miksim midis një jave në det, një jave në mal do ishte idealja. Tani pyetja ime është
Për shkak të moshës, se nuk e di tani, kur nisa ajo pavarësia, kur nisa ai momenti që ju bëni edhe udhëtimet vetëm, po deri tani, vetëm me familjen keni pushuar, apo keni pushuar dhe vetëm? Unë, që marrë fjallën, kam bërë një udhëtim me shoqërinë vitin që shkoj. Kemi shkuar disa ditë në jug të vendit në Ksami. Ka qenë udhëtim i veçantë, jo nga, domethënë kemi larguar nga zhurma e familjes, kemi qenë nga 6 veta, mos ka. 6 veta, shkuat me çfarë? Me autobus, kemi përnontuar bashkë, domethënë si grup, 6 ditë në Ksami. 6 çuna apo edhe goca në mes? Kishte edhe 2 goca. Kishte edhe 2 goca. Në një farë mënyrë arritët të bëshit një grup për moshën që keni. Sa vjeç që ti të skerti tani? 17. 17. Ishit 16 vjeç. Dhe familja të ratë dakord që ju të shkoni? Ratë dakord, po. Edhe ishte pak më relaksues. Po knaqe më shumë? Po tani edhe knaqesh në një herë. Kishe një lloj pasigurie, frike, duke qenë se ishte besoj hera e parë që ti mëtoje vetëm. Po, frika, normal. Edhe me raku prindërve është kur ja për ti vetë si ndjesh? Po, kam pasur. Një lloj pasigurie? Është gjithmonë. Kur je vetëm, do me thënë faktisht... Rastet emergjencës. Qoftë dhe për të porositur në restorant, për të prenotuar një restorant, gjithmonë ishte mësuar të ta bëjmë prindri, dhe kësaj radhe do ta bëje vetë në një farë mënyre. Dhe është një eksperiencë edhe e vlefshme përveç se... Çfarë bëre ndryshe në këto pushime, Skerdi? Isha pak më i qetë. Pse? Nuk e di, mbase nga shurma ose... Ua, kjo është shumë e rëndë, dhe me thënë... Pse ishe më i qetë vetëm se sa me familjen? Po në njerë e familja... Se unë në fakt gjithmonë e vë veten të prind, të roli tek pjesa e prindit, e? Ka, familja në njerë mund të pari gjukoj të me thënë kujdes, mos shko atje... Në tove shumë large, mos shko këtu, mos shko atje. Exakt. Se pi do të një birë, për shembull. Pa leje. Dhe në Sarand, sa ditë ndenjë ti? Në Ksamil. Në Ksamil? 6 ditë. 6 ditë, ti the gjeta parajsën. Jo komplet parajsën. Po mirë, duat të them, çfarë bëre ndryshe nga pushimet që bëje me prindrit? Flas në rutinën tënde të ditës, në... Ka shumë ishte e njëjta, por ishim pak më të hapur. Dilni më shumë, unë trinim pak më vonë natën, me shoqërinë, që të këtij lloji. Bët në aventurë një gjë? Bët njohje të reja? Njohje. Kemi një grup turistësh në fakt, që na bëri shumë përshtypje që vinin nga Danimarka, mos gaboj, dhe na folën rreth shtetit tyre, gjithashtu kemi shkëmbyer. Sa ata ka një qasje më sportive, më organike, më natyrale, flasin, bëjnë miqësi. Dhe kemi, domethënë ditët e fundit, janë bashkuar dhe ata... Grupit tuaj. Edhe ti shikon e mban mend ke krijuar... Po, e mban mend, madje kemi dhe... Dhe këtë vit nuk jeni organizuar, the? Në shoqërinë jam. Po pse, çfarë ndodhi? Nuk u bë dot, ë? S'kam punë. Nuk arritet që të bëshit një grup. Siç kemi bërë vitin që shkoi. 6 veta. Po mund të bëshit 3. Mund të bëshit 3. Ku do shkoni këtë vit me familjen? Jugun. Në jug edhe juve. Në çfarë vendi në jug? E thash dhe më përpara që kemi menduar një tur këtë vit. Nuk e nisur nga Vlora dhe më pas Himarën, Si e bëni me 3 ditë, 2 ditë, çka e tillë? Është tur një javor, mos ka bëj, ose 2 sa që bëhet. Është 3 ditë në një destinacion dhe më pas ditë të tjera në destinacione të tjera. Jugun e keni të përvitshëm, është destinacion që ju nuk e ndroni, apo shkoni, po di unë, edhe në Velipoj, shkoni edhe në veri të vendit. Destinacionet të Durrësit ose të Kavajës. Durrësit, Ekipit Rodonit, është i lezetshëm. Zakonisht Tirana e bën fundjava në Durrës, ndërkohë që pushimet zgjedh dhe destinacione të tjera. Në Shëngjin ke qenë ndonjëherë? Jo. Do t'i Jarle? Jo. Krenar? Po, në fakt. Ke bërë pushime në Shëngjin? Po, me familjen, diku të 2 javë, mbaj mend, pasi ka kaluar një kohë shumë e gjatë. Po. Por që mbaj mend që ishte një eksperiencë shumë e bukur, familja ime dhe unë nuk kënaqem dhe krijuam disa kujtime të cilat nuk do t'i harrojmë për një kohë shumë të gjatë. Çfarë janë pushimet për ju? Kam shumë interes të di. Është një dalje nga rutina, një relaks, pra një farë mënyre mbaron shkolla, s'keni provime, një frymarrje lehtësuar, diell, pushoni, apo është eksperiencë, aventurë, diçka me do e mos për të dokumentuar, për të postuar, pra pushime Instagrami, apo pushime emocionale për të përmbushur veten tuaj?
Në fakt, unë mendoj që ditët e sotme po shikohet që rrjetet e Instagramit, kryesisht, pra rrjetet sociale, po ndryshojnë pak atë qasjen e bukur që ne kalojmë në pushime. Shpesh herë në pushimet, në fakt, vetë qëllimi i tyre, është që ne të kalojmë kohë të bukur, mund të quajmë frut të punës së palodhur që kemi bërë gjatë vitit me familjen dhe vetëm, sigurisht, për të krijuar disa kujtime që nuk harrohen lehtësisht dhe për t'i dokumentuar ato që edhe në vitet në vijim të i shikojmë dhe t'i kujtojmë me nostalgji. Sigurisht. Pra, si përfundim? Pra është një aspekt... Ti vetë si pushon? Shkon shtrihesh në shezllon dhe s'do t'ja dish fare, të bësh as një foto, as perëndim, as pjatat e ushqimeve, as hotelin kurri, të ngrihesh në mëngjes dhe të thuash what a view, në caption, dhe të publikosh fotot nga dritarja e hotelit kurri, akulloret, aktivitetet e ditës, apo stop telefonit e fike dhe shion pushimin. Në fakt, po, kjo jam unë. Fik telefonin dhe vetëm shijoj momentin. Edhe unë mendoj se është pak teorike. Jo, sigurisht që nuk e bëj... Dukesh bukur krenar. Nuk e vëj në dyshim, sepse ka... E bëj realisht. Nuk jam tipi që varë nga... Se e bëj realisht, je për të komplimentuar. Nuk e vëj në dyshim, edhe mendoj se është gjë shumë e mirë, ama nga ana teorike, rrjetet sociale janë të pandashme, nga ana nuk i shpëton dot. Dhe përveç kësaj, nuk mendoj se duhet të lëmë çdo anë të pushimeve tona t'ja dedikojmë rrjeteve sociale ose fotove, ama sigurisht një mix i të dyjave do ishte shumë mirë. Nuk mund të themi që nuk do bëjmë as edhe një foto gjatë pushimeve, nuk do shijojmë ato story që do hedhim me familjet ose me shoqe. Arla, ti ke bërë ndonjëherë një plan për shembull të thuash që këtë vit unë do të bëj pushimet në këtë mënyrë, që do të thotë, do bëj foto, por nuk do postoj, sepse postimi ka të pasojën e vetë, apo jo? Interaktiviteti, komente, do shohësh kush komenton, sa të kanë parë foton, do kthesh përgjigjen personave që nje, dikush do të bëj pyetje edhe për kureshtje, si është aty, ja vlen të shkosh etj etj, shoqet do të shkruajnë, edhe një farë mënyrë të marrin kohë nga pushimet e tua, të marrin kohë emocionale. Dhe mbaj mend që para 2 vjetësh ka pas një trend shumë interesant që disa nga personazhet publik në botë e bën kështu pushimin, thanë do shkojmë në pushime, do postojmë çdo gjë që ne do fotografojmë, çdo gjë që ne na duket e përshtatshme për të fotografuar dhe postimin do ta nisim ditën e parë të punës, pra të rikthimit nga pushimet. Gjatë pushimeve nuk do postojmë asnjë foto. E ke bërë ndonjëherë, e ke menduar që do ishte një mënyrë e mirë për të shijuar pushimet? Po, në fakt unë nuk është se postoj shumë, por ato gjëra që hedh zakonisht janë edhe pasi kam mbaruar pushimet ose ditët e fundit, pasi kam shijuar ato emocionalisht edhe me familjen edhe me shoqet që mund të takoj. Por, sigurisht, foto bëj, por ato i mbaj edhe për veten edhe për kujtime, që t'i mbaj mend këto pushime. Skerdi? Them drejtën, unë jam pak i ngjitur tek rrjetet sociale, pasi më ka shërbyer dhe një si punë e imja. Unë jam mix të drejtën. I bëj fotot dhe i postoj në rrjetet sociale. Në koreale? Jo në koreale, mas 2 orësh ose 3 orësh. Që do të thotë koreale? Që do të thotë në kohën e pushimeve? Po, në kohën e pushimeve. Po mos e thuajmë ndonjë siklet veçantë, sepse 90% e popullsisë është si ty. E di. E besoj këtë. Nëse ai di ti menaxhoj, nuk mendoj se çfarë poston më shumë. Një problem. O Arla, kjo ideja që di të menaxhoj është një iluzion që ne kemi. Është pak teori, por nuk duhet edhe të ndihet keq për arsyen. Jo, tash të ndihet keq është pjesa e fokus në cilën ne jetojmë, por që çfarë poston më shumë? Fotot i kam dhe familjare, por postoj dhe pjesën e perëndimeve ose... Pse poston? Më duket një gjë e mirë për të promovuar, mendoj plazhet që Shqipëria të ndiqet nga tuaj dhe të huaj të kenë mundësinë vizitojnë Shqipërinë. Vërtet. Po. Dhe kaq larg shkon. Se mos shkojmë. Nuk poston thjesht për kënaqësi personale, ty rregosh tjerëve ku ja. Si po e kalon kohën. Jo. A mendon që pushimet, mënyra si pushojmë, ku shkojmë, destinacionet, lokacionet, kualiteti pushimeve ose jo, tregon për ne? Është një lloj statusi, është një lloj stil jetese? Nëse ti vetë i shijon pushimet, nuk mendoj se... Pa i shijon ti pushimet duke parë gjithë luksin e Instagramit, duke pasur këtë presionin e një lloj, le të themi, standardit pushimeve që është në Instagram, ti në Instagram
shumë pak shikon pushime të thjeshta, camping, apo njerëz që janë ngushtësisht të lidhur me natyrën dhe që nuk duan t'ja dinë për yjet e hoteleve, për luksin e hoteleve, etj. Do me thënë, në përgjithësi, ka një lloj standardi në Instagram pushimeve dhe njerëzit sikur identifikohen me këtë gjë. Pra sa më luksoze pushimet, aq më status duket se u jep individit. E ndjen ti të shoqëria Skerti, pra që ju kur ktheheni nga pushimet në një farë mënyrë edhe kur bëni biseda me shoqërinë, isha këtu, se shkova atje, ishte fantastike, flitet për luksin më shumë se sa për... Është kjo, por ne kemi më shumë pyesim rreth vendit ose rreth ambientit ku qëndruan. Nuk është flas për veten, domethënë nuk është ajo pjesa sa ishte pagesa ose ku ishe, a ishte bukur, sa më të thash, nuk... Po sa gjire ke eksploruar ti me familjen, qofse nuk është kaq e rëndësishme? Se ti destinacionin që thua në jug është një destinacion që ndjekin të gjithë. Është trend, është i bukur, është i kushtueshëm, pra do një lloj shpenzimi. Do një lloj shpenzimi. Kështu që nuk është se je te kategoria e personave që zbulojnë gjire, që ecin zbathur, që bëjnë rrugë në këmbë, zbresin nëpër, ku diun, kodra për të arritur gjiret e plazheve etj. Si aty apo jo? Mund të fundem atje, se nuk është nuk është që do të ikësh te jug edhe mund të kesh shumë të ardhura. Ka shumë njerëz që nuk mund ta kenë këtë mundësi, por prapë preferojnë jugun për pushime. Nuk kuptoj. Bëj një sakrificë thua ti. Po, e bëj një sakrificë. Pavarësisht se s'kan mundësi. Shumica e bëjnë këtë. Arla? Mendoj se standardi të paktën midis shoqërisë nuk është shoqërisë time nuk është midis luksit. Neve zakonisht bëjmë pyetje rreth shimit të pushimeve, ku i shijuam, jo rreth çmimeve ose luksit që ato kishin. Çfarë shijoni ju nëse nuk ka ushqim? Nuk ka një plazh shumë të bukur dhe muzikë dhe një lloj atmosfere aty? Çfarë ka tjetër në jug? Çfarë ka tjetër në Shqipëri në fundit? Çfarë? Ka gjita turistike që ju bëni për shembull? Vizitoni destinacione historike? Nuk po them atë, po them që neve si shoqëri nuk i bëjmë rëndësi luksit. Ama thjesht gjërat që vizituam, gjërat që bëm, a i shijuam neve vetë pushimet. Nëse këto kanë, një anë luksi, nuk mendoj se është ajo që neve fokusohemi si grup shoqëror. Krenari? Në fakt, ne shpesh herë diskutojmë, edhe në grupin tonë shoqëror, se sa ishte vlera me të cilën ne kaluam pushimet, por në fakt grupi im shoqëror nuk shikon vlerën, më shumë trajton mënyrën se si i kaluam ndryshe pushimet, momentet ndryshe me familjen, në mjedisën tonë se edhe të panjohura për ne, por që jemi gjithmonë të hapur për të eksploruar më shumë së bashku. Kur do t'i bëni pushimet gjithmonë vetëm? Kur do t'jetë ajo periudha? Pas moshës 18 vjeç? Besoj se po. Me parat tuaja apo të familjes? Kjo është pyetje e bukur. Do punoni apo do i kërkoni? Sigurisht që të shijon më shumë kur punon vetë, pasi ti ke punuar dhe me frytet e asaj punës që ti ke bërë, po zgjedh të kalosh ndryshe. Nëse ndonjëherë se ke dorë, se thot familja do të bësh pushime vetë, puno, gjej lekët vetë dhe bëj vetë. Në fakt kjo është mënyra më e mirë, sepse mësohesh keq nëse do ishe gjithmonë paratë e familjes. Njeriu bëhet më i përgjegjshëm nëse punon vetë për parat e tij dhe më pas me ato para shkon aty ku ai dëshiron. Ala? Shpejt e shpejt. Pas moshës 18 vjeç, mendoj se do i bëj edhe unë pushimet me shoqërinë dhe shpresoj që t'i bëj ato me paratë e mia, me anë të fruteve të punës time. Gjithmonë me paratë tona. Me paratë e kujt i bëre vjet pushimet? Me paratë e mia dhe gjithmonë me ndihmën e prindërve, se punove, ku i morë paratë? Apo kurseve nga paratë që të kishin thënë prindrit? Se kam dëgjuar adoleshentët që thonë, nuk kam paratë e mia, po ku i morë, ke punuar? Jo, po i kam kursuar nga paratë që më kanë dhënë prindrit. Normal, edhe me prindrit, me ndihmën e prindërve, por edhe me ndihmën e vetes time. Ju uroj pushime sa më të bukura këtë vit. Faleminderit që ishit në program. Faleminderit. Një pauzë e shkurtër dhe me pjesën e dytë të programit.
Jemi kthyer në pjesën e dytë të programit. Prezantoj me njerë Doklea Dërgjona, psikologe. Mirë se erdhe në program. Mirë se të gjeta. Faleminderit. Gjimi Lama, tur operator, ekspert i turizmit. Gjimi, mirë se erdhe. Shumë faleminderit që je i pranishëm. Dhe Alma, hoti regjizore, por gjithashtu edhe merret me organizimin e guidave turistike. Alma, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi. Tani, ju i dëgjuat pak të rinjt, kuptohet që ata flasin edhe pak për kamerat. Me gjithë se në përgjithësi janë të sinqertë. Jo përmbajtën shumë. Ju si mendoni, pushojnë për Instagram apo pushojnë vërtet për vete? Kanë kujtime emocionale, pra të shlodhen, relax, pushojnë si shpunshonim ne dikur, gjenerata jonë, apo tani vërtet ka shumë rëndësi ajo që postohet, veshja, ushqimi, pra Instagrami, ajo që ata shfaqin? Ka ndryshuar shumë gjëra, se unë kam fëmijët gati një mosh me të ftuar që ishin pak më parë. Dhe ishin pak të emocionuar, pak të folën më shumë për televizionin, ishin fëmijët mrekullueshëm, sigurisht mënyra të folurit është shumë e bukur. Por unë mendoj që sot të rinjt duan vendet të shkojnë më shumë. Duan vende ku njihen nga të gjithë, që janë më të pranueshme për një pjesë caktuar, që të dinë, të tregojnë që një lokacion, të tregojnë se ku janë. Dërmiu, po, sigurisht. Dërmiu ka qenë gjithmonë, por nëse nuk shkon gjatë gjërave pa dërmi, nuk e kryer një detyrë. Nëse ke shkuar në dërmi si e cool, nuk je in, je i po e bukur të rinj është që ata nuk bëjnë shumë foto. Nuk bëjnë shumë foto dhe postojnë shumë herë dhe më pak. Shumë më pak se sa më përpara. Shumë më pak. Brezit tani nuk postojnë fare, nëse shkon në Instagramit, i ke të gjithë pa foto, vetëm një fotoprofilin ndoshta kanë, dhe kanë zero. Po thjesht kanë të njohurit të tyre, që çojnë lokacionet dhe dinë se ku ndodhet. Mjafton që te grupi tyre të jenë të dihet që po shkojnë në këto vende. Është pak vanitet. Pra mënyre kërkojnë eksperiencë dhe vanitet, si me thënë, por jo domosdoshmërisht duan ta tregojnë ku janë? Në përgjithësi është mosha që duan të tregojnë se ku ndodhen, në përgjithësi. Është sepse është dhe faza që mundohesh të identifikohesh në një farë mënyrë, krijon karakterin tënd, edhe kur shkon në një vend që është i njohur, një vend i bukur, një vend që shkojnë zakonisht të rinjt, është normalisht, ne kemi qenë vetëm moshën e tyre, është më eksituese dëshira. Po flasim për veten. Po ndërkohë ne kemi pasur diskot. Po. Prodhimet e gjata ku shkonim me autobus me prindrit tanë, në vëndet afër, Durrësin kishim, Tirana ka pas Durrësin. Alma, me që ke dhe një djalë që është në moshën 18 vjeç, në mos gaboj? 19 qershor. Enea Mezi ka pritur ditën që të bëjë 18 dhe të krijonte pavarësi totale. Kjo sepse unë kam ushqyer që të vogël fare që të udhëtosh është një ndër gjërat më të bukura që mund t'i ndodh njeriu. Sepse ti rritesh, ti krijon pavarësi dhe ti mëson gjëra që nuk ti diktojnë të tjerët, pra i mëson vetë. Dhe ai në fakt që në momentin e parë që mbushi 18, ka bërë planin e vet, organizoi shokët dhe shoqet e klasës dhe kanë shkuar në Bokë të Kosovës. Gjetën në një mënyrë shumë spontane, i lash të lirë, pra unë merrem vetëm me guida dhe mund t'ja bëja gjithçka gati. I lash të lirë të vendosnin të zgjidhnin dhe ato vajten. Fillimisht e kishin gjithë me përtes, jo po do të çohemi mëngjes, do t'i bëjmë gjitha vetë. Dita e parë më thoshte Enea që është stresante sepse të gjithë janë të shkallafitur, lënë gjërat pa kriter, nuk organizohen, po ditën e dytë e kishin shijuar aq shumë sa ishin bërë pishmanj që gjithmonë kërkonin hotele të shtrenjta, vende luksi, pra ajo aventura e bukur wild i kishte shijuar. Dhe për një herë kohor të një viti ato kanë udhëtuar në 5 vende. Madje ai eksperiencën e parë ka bërë në Çeki për herë të parë. Nuk jam interesuar fare, nuk u mora fare, vetëm arritët. Jo. Sepse në momentin që unë i ushqej vetes ankth, i vë pikpyetje vetes që nuk jam e gatshme të pranoj një fëmijë të rritur. Domethënë pse jo? 18 vjeç ti je në gjendje me anë të internetit të gjen ku shkon, çfarë ke afër, si do të organizosh ditën, cilat janë pikat më të bukura për të vizituar. Pra ankthi vetëm im ishte në momentin që i ka hyp avioni dhe ka arritur në destinacion. Frikërat e avioneve, po asgjë tjetër. Dhe kjo e bëri atë të sigurt dhe mbas udhëtimit parë në Çeki në Prag, ai organizoi të tjerat, kanë shkuar në Stamboll, 4-5 ditë që nuk është i lehtë Stambolli për të menaxhuar. Pra ai pas Stambolli është i tmerrshëm. Fiks, pas nga qyteti që unë jam bjerë më keq. Unë i bëra dhe bindjes që ti mundesh dhe ju mundeni, mësoj dhe 20 të tjerë, kështu që unë them rinia sot duhet të nisi fillimisht vitin... Postonte shumë çuni? Jo, se këtë desha të them, për çudi, vajzat janë më shumë të interesuara, sepse postojnë veshjet, por e keqja më e madhe nuk postojnë vendet. Trendet i ndjekin, Alma, unë jam e bindur për këtë. Po, trendet po, dhe po nuk postojnë
diçka kulturore apo historike. Pra problemi më i madh është që ato postojnë vetë në vetë diku, por nuk tregojnë as ku janë, as çfarë historie kanë, as çka kanë prekur. Është ndryshe nga një person tjetër, të rinjt. Unë shikoj ndryshe, nuk është mirë flas për fëmijët e mi. Flas për fëmijët e mi dhe për shokët e tyre. E kanë vërë kohë të fundit që kanë filluar të postojnë shumë edhe për vendet që kanë histori, të shkruajnë edhe për to. Kam vënë re tek të rinjt. Blogera, jam dakord. Jo, vajza ime tani është 22 vjeç, 23 fakt. Është shumë introvert dhe poston jashtëzakonisht shumë pak. Po të vetëm gjëra që poston ajo veten jashtëzakonisht shumë rrallë, poston vetëm vende shumë të bukura që ajo ka shkruar për herë të parë. Vende ku shkon disa herë nuk i poston asnjëherë. Vetëm një vend që ka shkruar për herë të parë, Lisbonën për shembull, ka vizituar mbi 7-8 herë, po një herë e ka vendosur. Ndërkohë që ajo jeton në Zvicër dhe një herë ka shkuar. 22 vjeç është rritur. Po kam dhe djalin që është 18 vjeç dhe ai nuk poston kurrë asgjë. Po unë mendoj që është pak në karakterin e fëmijës, ose mendoj që është shumë në karakterin e fëmijës, në mënyrën se si është rritur. Që është ajo mosha që ti ke shumë pikpyetje. Në një farë mënyrë të ndërtuar ende, do të gjykojnë të tjerë dhe ndaj nuk postojnë. Pra ka shumë dilema mbrapa, por ti lëm pak fjalën ekspertit. Gjimi, ku dhe si pushojnë të rinjt, si ka ndryshuar trendet, sa ka ndikuar rrjetet sociale? Patjetër. Ndëgjova me shumë vëmendje të tre të rinjt dhe u kënaqja. Ta marrësh. Edhe qeshe shumë, pak. Ishte shumë interesante, por neve si kam 20 vite që merrem me turizëm, pak a shumë merrem me moshën pak më të lartë. Gjithashtu organizojmë dhe grupe studentësh nga Anglia, Holanda, kemi goxha grupe studentësh që vinë për ekspedita në Shqipëri, por akoma rinia shqiptare është, po them, ka mbi 7-8 vite ose 10 vite që ka filluar të organizohen dhe të udhtojnë. Deri para disa vitesh ishte një bumerang që të rinjt të udhtonin vetëm, tani me hyrjen e këtyre linjave ajrore është më e mundur që këto të lëvizin dhe shikoj goxha flukse të rinj që lëvizin goxha edhe jashtë Shqipërisë. Por, po ta krahasosh me të rinjt e perëndimor, të rinjt tonë janë pak më të ndrydhur, natyrisht vjen edhe nga backgroundi, nga historia, nga izolimi i Shqipërisë, por me që kemi parë, të rinjt e huaj, rinia din ta shijojë, janë më të organizuar, janë më praktik, kurse rinia shqiptare akoma nuk e ka gjetur vetëm, po them 100%, por ka vitet të fundit ka filluar goxhat që me komunikimet. Çfarë udhëtimesh bëjnë të rinjt? Bëjnë udhëtime low cost? I bëjnë brenda më shumë apo jashtë? Domethënë të rinjt shqiptar pushime quajnë që të shkojnë në Bregdet, që të shtrihen në Shazdo. Nuk e imagjinojnë që të pushim të quhet të shkosh të bësh një hiking, të bëjnë një trekking, të shkosh të eksploroj. Ke shumë drejt, është traditë familjare. Është traditë, janë rritur ashtu edhe do bëhen kur siç janë rritur të vegjël. Ndërkohë që zëm një shembull, në familjen time jemi mësuar gjithë të bëjmë hiking. Domethënë, fëmijët të vegjël fare vetëm ecrin, të shkonin në destinacion duhet të ecrin, zbulonin, eksploronin, për shkak se edhe unë dhe im shoq kemi dëshirë të bëjmë sa më shumë sport, edhe të ecim dhe të jemi më të gjallë në ato pushime që janë vetëm shtriu aty, për mua nuk janë pushime ato, është një gjë të mërshme të rri vetëm në plazh dhe të rri ashtu në... Mua më duket sikur je futur një furrë dhe po piqe. Po s'bëre not, po s'bëre basketball, po s'bëre pak me top, edhe jemi rritur në këtë mënyrë. Po do që fëmijët të imitojnë, të ndjekin gjithmonë atë që ti ke bërë kur ke qenë e vogël me ta, ndjekin gjatë gjithë kohës atë që ti ke ripërsëritur në mendjen në jetën e tyre. Dhe shkencërisht tani është sipas statistikave, fëmijët mbajnë më shumë pushimet që kanë kaluar me prindërit e tyre kur janë qenë vegjël. Ato janë imazh që janë ngolitur në mendje, si të mira, si të këqija. Ato pushimet kur janë qenë të vegjël janë ato që kanë ndikuar dhe do ndikojnë më vonë në jetën e tyre. Për shkak se kanë qenë është faza e rritjes së zhvillimit, që ti thithë çdo gjë formohet në atë periudhë kohe. Tani unë nuk e kuptoj që pushime familjare ndërmi, unë si konceptoj dot. Unë ndërmi unë e kam frekuentuar shumë vite radhazi, por me shoqërinë, jo me familjen. Në që moshe?
Moshën nga 20 në... E pra, po poshtë 18 vjetë, është pak e vështirë ta... Unë mendoj që njësë problemi i organizimit. Flasë për familjen, jo për ata sa ta ndjekin familjen. Ideja kjo mania e dërmiut, sepse tani ka destinacione që janë dedikuar e rinis, ka destinacione që janë, ku diun, aventur. Po ke kampingje pa fund që janë bërë në për Shqipëri, që janë të frekuentuar... Edhe kjo mania, do me thonë, në dërmio, s'ka pushime, unë se konceptoj dot. Pse kjo fiksim, Gjimi? është trendi. Me familjen udhtoj minimumit 3 dhe 4-5 herë në vit dhe kam 2 fëmijë, ndryshe goca është 21 vjeç dhe djali është 18 tani. Të gjitha pushimet ne i bëjmë pushime aktive. Nuk imagjinoj që të shkoj në një resort ose të shkoj në dërmjet edhe të si familje të rrim një javë. Gjitha pushimet e familjes që organizojmë janë pushime aktive. Lëvizim në përbërje të ndryshme. Dhe po të shkojmë në një qytet, ne lëvizim, po të qëndrojmë 4 net, do të lëvizim të paktën në 2 qytete. Nuk imagjinoj që të rri të ngulem në një vend dhe të eksploroj një vend të caktuar. Por në Shqipëri është bërë trend. Trend dërmjet dhe Ksamil. Është bombarduar me reklam, dhe aty bëhet nami. Më shumë pushojnë brënda të rinjt apo jashtë? Kanë filluar goxha. Ka vitet e fundit rinia të paktën mbi 8 natyrisht që nuk mund të flasim për moshën 9-18 që nuk janë të pavarur që të mund të udhtojnë jashtë të Shqipërisë, por rinia sot shikoj vazhdimisht në grupe të ri që udhtojnë goxha të paktën në të gjitha qytetet europiane. Dhe më bëhet qefi se sa më shumë të udhtojnë, aq më shumë eksperiencë, aq më shumë eksperiencë. Rritën më shumë. Unë tani kur dali, unë jam udhëtar i rregull, kam mbi 50 shtete, unë kur shkoj në një qytet të caktuar jashtë Shqipërisë, GPS-in e marrin fëmijët. Ne kontrollojnë çdo gjë dhe kanë bërë shumë pushime të lira apo pushime luksoze. Unë jam për pushime aktive. Ti po, çfarë bëjnë të rinjt jashtë? Po natyrisht pushim mesatare ose? Mesatare. Luksoze, s'mu flasim për pushime luksoze. Po në në rjetë, mund të jenë 2-3%. Nuk është, mos flasin vetëm për një pjesë, një përqindje të shqiptarëve. Pjesa më madhe shqiptarëve bëjnë pushime normale, mesatare dhe nën. Shiko, ne shojmë një trend në Instagram edhe normalisht të rinjt janë të ndjeshëm, jemi dhe ne të ndjeshëm, jemi shumë fragjil, është normale që ti shef një gjë dhe pastaj detyrohesh të bësh një gjë tjetër. Unë flasë, le të themi, mund të ketë dhe të rinj që preferojnë mos bëjmë fare pushime, se sa të bëjmë pushime si që quajnë ata të varfrish. Pushime nga halli quajnë. Më mirë në shtëpi se sa të shkojmë me pushime. Nuk e konceptojnë dot pushimin aventur, nuk e konceptojnë dot me një çantë shpine, me pak para, të bësh edhe një lloj sakrifice, por ama shef kulturat të tjera, qytetrime, njohje. Është baza e kulturës. Më kupton? Prandaj duhet të dish të rrisësh familjen. Ka ndikuar shumë rrjetet sociale. Për shembull, fëmijët e tu, pushimet si i bëjnë? Pushimet e fëmijët e mi i bëjnë në të thënë të drejtën, no? Pa gënjeshtra, pa qenë në televizion. Çfarë lexove ti në portretit? Lexove të pashë që po më thoj tash se unë po ndjek Instagram. Po të ndjek Instagram. Okej, pushimet janë mesatare. Ne familje mesatare, me të ardhura, pak më sipër mesatares, po do të jemi familje që të ardhurat tona do t'i menaxhojmë. Si pjesa më e madhe e familjarëve, familjeve në Shqipëri. Nuk është shpenzohet pa kriter. Nuk shpenzohet pa kriter. Unë edhe sikur të kem pafund para, nuk i shpenzoj pa kriter. Dhe jam rritur në mënyrë të tillë që mos të shpenzoj. Gjithashtu dhe fëmijët e kam rritur në këtë mënyrë. Fëmijët e mi kënaqen edhe kur shkojnë në Durrës. Kënaqen edhe kur shkojnë ku bëjnë një hiking në Dajt, që e bëjnë shpesh. Ne kemi një rregull që çdo ditëlindje do ikim në një vend të ri. Çdo ditë të pesar familjes. Djalit, për shembull, iku në Stamboll, herën që kaloi ishte hera e parë për të, jo e para për mua, por për të ishte hera e parë, u kënaq shumë. Vajza që është në Zvicër vazhdimisht shkon në Austri, për shembull, kur shkon në Austri, shkon merr trenin ose merr avionin dhe bashkohet aty me neve. Është shumë e rëndësishme të bëjmë pushime së bashku, bashkë në familje, se të krijohen kujtime, janë disa momente që ti nuk mundesh dot t'i paguash me asgjë në botë. Dhe do t'investosh diku, investo tek pushimet me familjen. Sepse shoqërinë do e kesh. Vjen një kohë, një moshë që fëmijët do rriten, do marrin rrugët e tyre, edhe ajo koha që ti do kalosh me të vjen e zvoglohet që më shumë dhe prindërit do t'i kesh gjithmonë. Dhe është kjo që bën akoma më të bukur pranin, familjen bashkë. Familja gjë më e rëndësishme në botë. Dhe për mua udhëtimet janë koha më e bukur për të qëndruar me familjen dhe për të shijuar njëri tjetrin
që duhet të rish real me familjen, pa telefonat, të jesh prezent, që është shumë e rëndësishme. A ndodh kjo? Ndodh kur përpiqesh shumë. Si përpiqesh me rregulla strikte? Jo me rregulla, nuk mund ta bësh me rregulla strikte. Ne kemi vetëm një rregull që kur konsumojmë ushqim, të gjithë telefonat do i lëmë. Po nëse janë aktiv gjatë ditës, kanë kohë për telefon. Kur luajmë top, nuk mund të rrimë telefon. Kur bëjnë not, nuk mund të rrimë telefon. Që janë ca gjëra që ti ja imponon që ti bëjnë. E, po njëri bën not, tjetri filmon, se do nxjerrin një story. Që bëj pyetje, ju pëlqen udhtim, fal. Ju pëlqen udhtime po marrim të fëmijët tani? Ju pëlqen udhtime me familje apo doni të udhtoni të pavarur? Vet. Vajza dhe djalja thonë, babi, knaq më jashtëzakonisht. Dhe është shumë dashuri kur dëgjon këto fjalë nga fëmijët dhe pra duan familje. Është kënaqësi, është diçka ndryshe. Se mbas jeni ju që në një farë mënyrë përfshini dhe kërkesat të tyre, po mund të ketë familje që thonë këtu do shkojmë, ajde tani. Problemi që në fillim të vitit, nuk e dia ka familje shqiptare që e kanë kulturën e vetë që të bëj agjendën e pushime. Pra, pyetja e nisjes së vitit nuk është tek asnjëri çfarë pushimesh do bëjmë këtë vit apo ku do shkojmë këtë vit. Dhe që në momentin që nuk nis kjo, edhe vetë të rinjt, adoleshentët, nga mungesa e kulturës, nuk janë dhe mungesë financiare. Nuk janë dhe kushtet. Shiko, unë njoh familje, unë mendoj që familjet duhet ta vetë menaxhojnë dhe ta mësojnë fëmijën që të jetë i kursyer edhe kur ka lek. Pra problemi ynë qëndron tek ofertat. Pra unë njoh familje shqiptare, po fuz dhe veten time, që pothuajse vit për vit unë nuk shkoj në dhërmi, po shkoj në himar. Po duke bërë 5 ditë pushime në himar, unë kam eksploru plazhe fantastike, kam bërë shëtitje me anije, kam hypur në ca zona që nuk i prek njeri, kam vajtur në një kala që nuk e ka prekur njeri dhe unë nuk kam nevojë për luksin unë, flas grupi, vajzat, djemt e ri, nuk ka nevojë për luksin e dërmiut apo të njëjtat foto të bëra në të njëjtat vende ku më shumë ekspozohet veshja apo në thonjza pijet që marrin hapsha pa që hapin. Pra është çfarë ti ofron dhe unë vetë personalisht, po zotëria besoj se duke më marrë prej vitesh me Guida, e kanë futur në moton e vetë. Hajde të organizojmë grupe vajzash dhe djemsh që shkojnë tek liçeni i Lepurit në fundjavë në Shëngjergj, që eksplorojnë Bovillën. Pra ka kohë që ky trendi i luksit po shuhet sepse ne po ofrojmë gjëra të tjera dhe unë them çdo familje shqiptare, absolutisht që po, çdo familje shqiptare nëse bën një llogari në një fundjavë, mundet dhe me një 50.000 lekë të vjetër, fare mirë, me një çantë të mbushur, se nuk është se ti je i varfër të bëj një çantë. Ne vetëm po ecën këmbë se 50 lekë vitras benzinë me vete nuk marrim dot. Merret të futet si trend. Pra nëse ti ke një influencer apo blogger, vlogger që quhen tani, që e bëjnë. Pra, unë po të themi kam nga eksperjenca personale. Kanë filluar ta bëjnë këto, dhe pikniqe, të shkosh bësh piknik, merr ushqime vete, edhe ecën në orët e liçenit të Tiranës shkojnë. Kanë filluar të bëhen, ose marrin edhe qenë të vetë ose kafshët të vetë dhe bëjnë bashkë një grup të madh. Nëse ne joshim të rinjt, vajzat dhe djemt që të udhëtosh, nuk është të shkosh diku dhe të jesh i ngrohur në diell dhe të ekspozosh vendin e shtrenjtë që ti ke paguar për të qëndruar. Dhe nëse i themi që shiko, në udhëtime ti mbi të gjitha eksploron, po kënaqesh sepse je i pavarur. Dhe fëmijët tanë ka nevojë në fakt të fitojnë sigurinë dhe të ndihen të pavarur, sepse ne duke u shqyer gjithmonë me idenë që ose mendon mami ose mendon babi, lekët i ka mami ose i ka babi, do ta zgjidhë mami hotelin. Ato janë rehatuar dhe presin nga ne. Nëse do fillojmë të heqim dorë dhe unë këto i bëj thirrje të gjithëve, në fakt unë kam lëvizur jashtë dhe pjesa më e madhe e turistëve vinë. Unë punoj vetë në një institucion që jam çdo ditë në kontakt me të huajt. Më besoni, njerëz me shumë lek vinë dhe preferojnë autobusin, vinë dhe preferojnë të shkojnë në vende shumë të lira dhe të thjeshta, pra nuk është më çështje lekësh, s'kam, është çështje perceptimi. Ne shqiptarët e kemi çështje lekësh. Njohin vendin, duan njohin kulturën, duan ta bëjnë këtë nga baza poshtë. Se mos ta bëjmë dhe ne. Pjesa më e madhe, flasim drejt, pjesa më e madhe e shqiptarëve nuk kanë mundësi të bëjnë pushime sikur dhe një herë në vit. Nuk kanë mundësi. Janë krijuar në Jalë, meqense po flasim për vende të luksit, në Jalë janë hapur 3-4 ambiente që bëjnë kamping. Dhe zotria e di shumë mirë, vinë nga anë e anës, pra pse të mos jetë kulturë edhe për ne. Pra ne po shesim gabimisht. Pse kampingu nuk është për të gjithë. Po pra, postu dhe kampingu. Jo, nuk po flasë. Janë tironata, 10-15 tironata kushton për një person me gjësin e përfshirë. Duhet pak më shumë sensibilizim. Edhe televizorët, më bërë shqepi kur gjoja do të rritë, për duhen sa më shumë emisione, sa më shumë sensibilizim. Nuk është përshimi vetëm të shkosh të shtrihesh në dërmi. Po realisht, është, le të themi, e lehtë fare që të rinë të bëjmë pushime vetëm? Flas nga ana financiare?
ka mundësi të në format të ndryshme. Natyrisht nuk do shkoj me prindit, nuk do haxhoj, nuk do shkoj të haj në restorant, do shkoj të haj në shullaq, do shkoj do bashkohet me... Do të mësosh të menaxhosh... Ti blen pijet market, do t'i pi në buzdetit? Po, e bëjnë këto. Këto kam vënë re që është bërë trend shumë. Duke qenë se koktelet apo pijet në për bare, sidomos në dërmi kushtojnë shumë, ata i blen në market, pulen në buzdetit. Edhe shkollë perëndimin, në atë rast. Edhe është diçka shumë e bukur. Dikur që rinë për bordura dhe konsumonin fara, ose... Ka qenë sa e burë, ka qenë ajo jetë, ka qenë shumë e thjeshtë. Dhe ato do fillojnë ta kuptojnë që kjo nuk është... Kanë filluar ta kuptojnë, ë? Kanë filluar ta kuptojnë. Dhe është cikl. Po e kanë bërë nga ana financiare këtë, nuk Jo, kanë kanë filluar ta kuptojnë edhe ata që kanë mundësi financiare, kanë filluar ta vlerësojnë. Po, kanë filluar ta vlerësojnë. Shko, pandemia ndikoi për një gjë, duke qenë se nuk lejoheshin të dilnin, nisën të bëjnë festa nëpër shtëpia. Dhe aty kuptuan sa pak kushton të gjëja, dhe sa shumë kënaqeshin këto, dhe nuk hoqin dorë më. Këtë e bëjnë edhe kur shkojnë në plazh, e bëjnë edhe kur janë në Tiranë, pra kur janë në qytetin e tyre. Kështu që ishte kthesa e pandemisë kjo. Po, jo vetëm ajo, sensibilizimi është bërë shumë i madh të kohë të fundit. Suedia madje është një nga shtetet të cilat kanë të shkonte mjeku për një problem të caktuar fizik ose psikologjik dhe të jep në vend të recetës, të jep pushime. Janë pushimet me recetë. Është fantastike. Kur do ta bëjmë në Shqipëri këtë, pushime me recetë të gjithë. Ne para disa viteve pushime me recetë. Nuk e përmendim dot që ti në vend që të marrësh medikamente, paracetamol, nuk e di, clonazepam shkon e merr një javë pushime, shkon në spa, shkon në mal, me natyrën, shkon në det, kjo është fantastike dhe këtë paguara. Flasim për Suedin. Nëse flasim para disa viteve, se zotria e di shumë mirë, nuk diskutohej dot që të quaj pushim apo aventurë të bëje kalimin Valbon Theth. Ishte pa konceptuar. Tani ka vite, unë e kam bërë vetë, ka vite që bëhet dhe bëhet nga të rinjtë shqiptarë. Dhe realisht me thënë të vërtetën, unë them që nëse ne punojmë se cili nga pak dhe propagandojmë të mirat që i binë dhe benefitet që ka hiking, të qëndruarit në natyrë, të udhëtuarit në për liqene, në për lumej, pra ne nuk kemi nevojë patjetër të shkojmë tek ai deti ku shkojnë të gjithë. Nëse ne pushimin do fillojmë ta konsiderojmë, siç po thotë dhe zonja dhe është e vërtet, që është shpirti i shërimit dhe i rehatis dhe i luksit në të gjitha format e mundshme. Mjafton që ke dalë nga dera e shtëpis, po shkon diku me njerëz pa njerëz, me prindër pa prindër, ke ikur nga rehatia jote, ke dalë dhe ke shijuar diçka ndryshe. Pra psikologjikisht ndryshimi i rutinës, psikologjikisht është rritet dopamina. S'kemi më kohë, se ka një ndeshje të rëndësishme tani. Çfarë ndeshje kemi ta shohim? Ka një ndeshje quhet pushim. Okej, kjo është shumë e rëndësishme. Po më thua një këshill? Për pushimet, si të pushojnë? Këshilla ime të rinjve është të pushojnë sa më thjesht, të bëjnë pushime të shkurtra me sa më pak shpenzime dhe të shijojnë të jenë prezent në ato që bëjnë. Gjimi? Mua të udhtojnë sa më shumë të jetë e mundur. Edhe të shpenzojnë sa më pak. Duke shpenzuar sa më pak, mund të udhtojnë më shumë. Duke pas një buxhet X, ti mund të... Gjimi, jam kurioze, këto blogeret e kanë zberë që rolin tuaj? Jo, më jo, në kemi tjetër punë, ne punojmë me biznes, por marketing më i madh i Shqipërisë është bërë nga blogeret e huaj mbas pandemisë. Domethënë Shqipëria që mori një hovë zhvillimit të turizmit ka ndodhur mbas pandemisë dhe ishte ndikoi për anë pozitive. Pati natyrisht anë negative, por ka ndikuar goxha. Të shohësh kalimin nga Valbona në Theth, janë pafund të ri të huaj. Në 100 mund të shohësh një ose dy shqiptarë, janë 90% janë të gjithë nga shtete ndryshme të ri që vinë deri nga Australia. Ne kemi natyrë fantastike, nuk e gjen asnjë vend. Sa më shumë të udhtosh, aq më shumë thua ky vend është i bekuar, por nuk di ta shfrytëzojmë. Ka male fantastika, ka dete të mrekullueshme. Nëse do të jetosh gjatë, një çantë në shtëpinë, 2 rrethka dhe ik. Sigur ta bënin këtë gjithë, ju falenderoj shumë që ishit në program, ishte shumë kënaqësi, faleminderit dhe ju që na ndoqët, do takojmë nesër në orën 16.